Lavdi dhe falëndërimi është për Allahun fuqiplot, të cilin e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet tonë ja dërgojmë pejgamberit alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve, të cilët deri në kiamet ndjekin rrugën e tij me plot sinqeritet. Të nderuar vëllezër, Allahu na këshillon në Kur'an në fjalën e tij me të cilën gjithmonë duhet të jetojmë. O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin ashtu si i takon atij, edhe asesi mos vlesni ndryshe vetë se me iman. Të nderuar vëllezër, pyetja sodit ka tematik se si besimtari duhet të jetë i pavarur emocionalisht. A ke pa sa djemë të ri, qonë edhe ose vajza të reja, bëjnë vetvrasje, për çka? Thotë unë s'mund me jetu pa filan dashnorin ose dashnorën, kalan dashnorja dhe myt vetën. Ti habitesh për la ilaha illallah. Ai tjetër çohet edhe bën në dam ose ku e di çka. Kjo në shariat te kapitulli i dashnisë ndaj Zotit quhet varësi, skllavëri, ndashuri ose në emocione. E që besimtari, nëse dikuj duhet me ja kushtu këtë sklavri edhe robri, duhet vetëm Allahu Gjelleshanu. Sklavri emocionale vetë Zotit. Askuj tjetër, dashni të pakushte, dashni deri në kiamet, dashni pa limite vetëm Allahu Gjelleshanu. Dashni e cila të robran, nëse duhet me ju robru dikuj, me e dash shumë, është veç Allahu Gjelleshanu. Dhe dallimi prej të tjerëve është se të tjerë krijesat duhet mi dash, po mi dash për i Zot Zotit. Pa mi dash me kusht, për i Zot Zotit. Që dashnia ndaj tyne më u kthy në ibadet të Allahut. Në momentin që Jusufi alayhis salam hyni në burg, çfarë mendoni ju e bani ata të jetë emocionalisht i vetë përmbajtur? Sa i kishte një dashni ndaj dikujt që s'ka lidhje ku është, në burg apo në pallat. Jusufi alayhis salam a ndryshoi qasje ndaj Zotit të tij si në burg, si në pallat mbretëror? Jo. Pra se ishte emocionalisht i njëjti, i pavarur. Emocionet e tija, dashni nuk e kishte lidh me njerëz. Jam larg babës, jam larg filanes, ose tash ku mriju në pushtet me harru Zotin. Jusufi alayhis salam i njëjti. Prandaj Jusufit alayhis salam edhe në burg i kanë thonë të burgosurit, inna narake min al muhsinin, ty po të shohim burr bamirës. Kur i ka komentuar ëndrat, njëjti kanë thonë edhe vllazët që se kanë ditë që kanë vëlla, kur kanë lyp prej tij ushim, edhe me liru vllaun e vogël, kanë thonë inna narake min al muhsinin, prap në pushtet kur kanë. Edhe pse kanë bërë zullum, bamirës, i sjellshëm, emocionalisht i vetë përmbajtur në burg, i vetë përmbajtur në pushtet. Nuk ndryshon Jusufi alayhis salam, që ndryshojnë shumë njerëz të cilët momentin që ju jepet pozita, autoriteti ose parja, ti nuk e njeh çat njeri. Emocionalisht ata, pra besimtarët, janë të lidhur me Zotin, dashninë kanë veç për Allah. Prandaj Allahu Gjelleshanu ka përmend një ajet, ka thënë wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Lidhu, mbështetu te i gjalli që nuk vdes kurrë. Pse ka thonë Zoti mbështetu, lidhu me gjallin që nuk vdes? Emocionet e tua, dashninë tënde duhesh me lidh me ato që nuk vdes. Me ato i cili është gjithmonë i gjallë, domethënë kur ti lidhesh me gjallin, dashnia, emocionet tua gjithë kanë qenë gjalla. Ti s'ki me vdek kurrë. Pa marrë parasysh situatën në cilat ti ki me kalu, ti ki me qenë gjithmonë në top form emocionalisht. Ty të kap një mirësi, ty të kap një smundje, ty të vdes një afërt, ti nuk i thu vetës, më ka dhe tash filan i dashur jam, baba, vllau, nana, djali, gruja. Ja unë si jetoj pak të unë des, edhe qka? Kish dalë me shfiloni se i ka prova ki qëtët. Jo. Allah bëdhët, mështetu ati cilë nuk vdes kur, është i gjallë, dhe vetëmit për të cilin. Du të mi lidhe emocionet, është Allahu. Po mirë, a lejet me dash dikan? Po, duje prindin, duje evladin, duje jetën bashkërtore.
por jo dhe në ato që më kanë i varën për asaj dashnije. Dashni në varë veç për Zotit, sepse është i pavdekshme. Thot një fjale urtë, që ma sakta është fjale Aliut radiallahu anhu, thot duje njerin me mas, se vjen një moment që ndoshta ki me urrejt, dhe urreje pa ashtu tjetërin me mas, se ndoshta vjen një moment kur ki me dasht. Çka do më thonë kjo? Kjo do më thonë emocionat më smilëshur 100% për kërkan. Nëse do të 100% me dasht, me shkri vetën, me qa, me u fliju, është veç Allahu. Kush e kupton që të mesele, nuk ka shans pasaj me shku për dashnit filanit dhe të fistekit një prej venat. Kërkoj falje nëse e prej këtë dikanit cili ka mujtë me pas rastet të tilla në familje. Na jemi të spjegu se si du të me pas qasit sakt ka fshi dashnis vërtet, veç kërshë Zotit, sepse është i badet. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë sikur ta kisha marrë dikon për dashur do ta merrja Abu Bekrin. Me dasht, me shpirt, me jetu për ta, me vdek për ta, me nejt pa buk për ta. Po thot e kom marrë Allahun dashrin tanë. Kreti respektej, kreti du, dashni njerëzore, ama për me jetu, e për me vdek, e për me prej venat, veç për Allahun. Për kërkan jo. Në momentin që e kupton se çdo dashni për njerëzit duhet me ngrit mbi dashnin për Zotit. Kur e kupton çështu, atëherë e ke vu vetën, e ke balancu vetën që nëse ndodh dikush me vdek, dikush me trahtu, dikush me ta lëshu fore, ti mos më çudit. Ti me bë plan jetën që mundesh pa ta. Pastaj ulemat kanë thonë, kërkujnë botë mos më avon komplet jetën tonë, dashnin tonë. Sepse nëse ai vdes, çka bën ti? Çka më bë? Gjithë se cilin pak nga pak, edhe nëse janë antarët e tut familjes. Që ti nëse ai vdes, nëse ai trahton, nëse ai largohet, ti më vazhdo prap jetën. Ti më përgatit që nëse ai largohet për ti, s'ka problem. Pse? Se ti lidhen veç me Zotin e ki. Lidhen veç me Zotin. Pejgamberit alayhi salatu wassalam, Gjibrili alayhi salam, ja ka thonë 3 këshillon për përmendjen veç njënën. Edhe pse hadithi duhet më shiku sa është i sakt, por si fjale është e sakt. Ja Rasulallah, ja Muhammed, ahbib men shit, fa inneke mufarikun. Duje kënë të dush, dije se ki meu da për ti, ki mu da për ti. Dhe vetëmin për cilit nuk da është kur është Allahu Gjelleshanu. Përndaj, nëse ti arrim emocionalisht, mu bojnë panvarën, kretë me të lanë, kretë me të gjujtë, kretë me të shah, kretë me të kritiku, kretë me të nënçmu, ti me qenë prapë stabil. Për dhe sa i tu vetës, me Zotin i kam punë të mirë. S'ka lidhja, s'ka problem. Nuk prish punë. Jeta është asisoj. E rëndësishme me Zotin mirë, lidhin me Allahun, me dasht Allahun, me jetu dhe me vdek për ta. Gjdo emocion me lidhesh me ta. Të tjerët njerëzit vinë dhe shkojnë. Andaj kujtojeni rastin e Jusufit alayhis salam, kujtojeni pashtu dhe fjallën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikur ta kisha pas dikon për të dashur tamin që me jetu me Abu Bekrin, por vetëm Allahun e Zogjele kam të tillë. Të nderuar vëllezër, doni kretë akrabat, respektoni gjithë, por me jetu dhe me vdek dhe me marrë frymë veç për Allah merrni. Kërkon më së ngritni ma shumë se sa që e meriton, sepse dashnia është ibadet që i takon veç Zotit. Të tjerë duj për Zot Zotit, të tjerë ndihmoj për Zot Zotit, nga dikush largohu për Zot Zotit. Mos e lidh emocionalisht me rëbnu vetën me kërkan, që nesër me të sfiduaj edhe me të kërcënu, me thonë, s'po ndihmojsh, gruaja për shkak me thonë, unë largohem për te, më mos u largo, respekt, dashni, çdo sen, por lidhjen e vetë me të zemrës veç me Allahun. Prandaj nuk kanë dështu ata njerëz të cilët edhe me vitet të tëra kanë jetuar vetmi. Edhe në Burgos lidhjen me Allahun nuk kanë prish. Andaj një prej ulemave ka qëndru, s'du të përmendi qëllimi shtamra, me vitet të tëra. Pse?
e ka pas lidhjen e vërtet me Zotin. Gjithsesi s'du ta zgjati, këshilla e kësaj xhumaje është bëhu i pavarur emocionalisht nga askush. Nëse duhet dikush me kushtu jetën edhe vdekjen, me e dasht edhe kushtimisht po tham me i prej venët për ta, le të veç Allahu. Të gjithë tjerët meritojnë respekt dhe dashni, ama për Zot Zotit, jo dashni e cila kalon ato në ibadet me adhuru, e jo dashni e cila ty të robnon karshiti. Robni veç Allahut, askuj tjetër. Momentin që e kupton që ka dhe e qëtë praktik, ti ki mu kanë i lirë. Ti s'ki më tut pikërkuja, s'ki me thonë ku me mba me dhe kë, që ka bëjone pa ta. Ban pa ta. Veç pa Allahin s'ban. E kjo i ban edhe kërshi shokve, të cilët ka met ngat, edhe në një qast të kanë largu, që ti mund është me jetu edhe pa ta. Edhe jep me kuptu aty në son jetaj edhe pa juve, son jetaj me Zotin. Nuk jetaj për kërkan as me as kënd. Jeta dhe vdekja është veç për Allahun. Kjo le tjetë mesazhi kësaj hyrje të dashur vëllezër. Allah na forcoft, Allah na ndihmoft, Allah na i falt mëkatet tona. Allahu azza jall ju zoft evladët, akrabatët, dashurit tan, kurse ata që kanë vdek, o Zot më shiroj. Insha rahmet në shpirtat e tyre. Ya arhamar rahimin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.